Vjosa është tashmë jo vetëm lumi i shqiptarëve, por pasuri e mbar botës. Ky vendim historik u shpall në Kongresin Botror mbi rezervat e biosferës që u mbajt në Kinë. Për Edwina Gugan, drejtore e zyrës së administrimit të Parkut Kombëtar Vjosa, kjo do të thotë më shumë projekte kërkimore, më shumë vëmendje për zhvillimin e zonës, jo vetëm për kufitë e parkut. Zonja Guga sapo morët pjesë në shpalljen e luginës së Vjosës si rezerve biosferës nga UNESCO. Mund të na shpjegoni në mënyrë të thjeshtë çfarë do të thotë kjo? Vjosa është si një libër i rrallë, me faqe të shkruara me mijëra vite, natyrë, njerëz dhe gjallësa, disa prej të cilave janë shumë të rralla. Kur UNESCO e shpall rezervë të biosferës, nuk bën gjë tjetër veçse e vendos të libër në raftin më të dukshëm të bibliotekës botërore. Do të thotë që historia, jeta, frymarrja e saj janë pasuri jo vetëm për shqiptarët, por për gjithë njerëzimin. Është një vulë që thotë ky vend është i shenjtë për natyrën dhe kulturën që ka, duhet të ruajtur dhe ndarë me botën. Po komuniteti, si preket nga ky vendim? Komuniteti nuk është spektatori i kësaj ngjarjeje, ai është aktori kryesor në fakt. Ky status sjell më shumë se sa një emër, sjell mundësi. Tregu i produkteve lokale, bujtinat, artizanati, të rinj që kërkojnë punë, të gjithë marrin një rol të ri në këtë skenë. Kur themi biosferë, themi harmoni mes njeriu dhe natyrës, që do të thotë që banorët e Vjosës do të jetojnë jo vetëm pranë lumit, por me lumin, duke fituar nga bukuritë e tij, por pa ja marrë frymën. Dhe si ndryshon menaxhimi i Vjosës tani që ajo është edhe park kombëtar edhe rezerve biosferës? Parku kombëtar është si një mburoj. Ai e mbron territorin nga dëmtimi, por rezerva e biosferës në fakt është një urë që lidh shkencën me natyrën, me edukimin dhe me turizmin e qëndrueshëm. Menaxhimi nuk është vetëm ruajtja, është bashkëjetesë krijuese. Kjo do të thotë për Vjosën më shumë projekte kërkimore, më shumë partneritete ndërkombëtare, më shumë vëmendje për zhvillimin e zonës, jo vetëm brenda kufive të parkut. Është sikur Vjosa fitojë një pasaportë diplomatike që lejon tani më të dialogojë me lumenjtë dhe rezervat më të mëdha të botës. Zonja Guga, cila ishte rruga deri në këtë shpallje të madhe? Si u arrit ky moment historik për Vjosën? Procesi i aplikimit për rezervë të biosferës për Vjosën ishte një rrugë shumë e gjatë, por ishte gjithnjë e pandalshme. Ky sukses është frut i një vizioni të qartë, që ishte vizioni i qeverisë shqiptare, i shprehur fort nga kryeministri Rama për ta bërë Shqipërinë një model të mbrojtjes së natyrës në rajon. Një rol të pazvendësueshëm pati dhe tani ish ministria Mirela Kumbaro, e cila e pa Vjosën jo vetëm si lum, por si një trashëgimi të ardhshme për fëmijët tanë. E megjithatë, ishte një punë e palodhur, shpesh e padukshme, e gjatë, e gjithë stafi të Ministrisë të Turizmit dhe Mjedisit ishin njerëz që shpenzuan net pa gjumë mbi dokumenta, raporte, takime, konsultime për ta kthyer të ëndën në realitet. Sot kur themi që Vjosa është rezerve biosferës, themi gjithashtu se është një fitore e vizionit, e këmbguljes dhe përkushtimit njerëzor. Vjosa është lumi i dytë më i madh në Shqipëri dhe formon një sipërfaqe të pellgut ujëmbledhës afërsisht 6800 km2, nga të cilat 4540 km2 janë në Shqipëri. Lumi rrjedh në drejtimin juglindje veri perëndim një gjatësi prej 272 km, 190 prej të cilave ndodhen në Shqipëri, nga varkmalet e Pindit në Greqi deri në Grykderdhjen e saj, detin Adriatik. Pellgu ujëmbledhës i Vjosës në Shqipëri kalon në rrethet e Gjirokastrës, Vlorës, Fierit, Korçës dhe Beratit, duke formuar ekosisteme kyçe për një popullsi prej 130.000 banorësh.